Je prej atyre emrave që thonim kush është ky djalë. Bëheshin virale thënjet tuat, fjalit tuat, krijimet tuat dhe nuk e dinim kush je ti. Më në fund ja ku është. Dora vet. Nëse ka shumë vite që edhe me figurë kështu ju njohim, prandaj më lejo t'ju falenderoj që erdhët sot në Liber. Faleminderit edhe ju. Dhe kënaqësia është krejtë jamja. Arsyeja pse unë kam najt i fshet, kam najt pas vargjeve të mia, është se kam desh që vargu të shkoj tek njerëzit jonë. Dhe ja ke arrit. I ke edhe 3 libra me vete. Këto janë 3 libra që aktualisht janë të botum. Dhe pas pak ditësh vjen dhe libri tjetër që do lansohet në panajirin e librit, i cili bëhet në Tiranë. Edhe shpresojmë që njerëzit ta dojnë siç i kanë dashur edhe këto. Të jetë një pjesë shpirtit që plotson këto të tjerë, e të plotsojnë edhe shpirtin e lexuesve. Faleminderit shumë. Ndërkohë unë para se të flasim, kam përzgjedhur diçka nga libri i 4 të yti. A heq dorë nga njeriu që e don? Po, e baj. Kur? Atëherë kur nuk vlerësohem. Po nëse të mungon, let më mungoj e t'jetoj si sytë të dvermnit që rrinë të hapun e nuk i shkyn do të perdet e errësirës për të pas sa gjanat bukura ekzistojnë në botë. E trisht kjo, jo ma e trisht se tradhtia. Nuk e kërkon atë që e don? Jo, nuk e kërkoj atëherë kur nënvlerësohem. E më duhet t'i kërkoj sinqeritet në çdo fjalë, në çdo dalje e në çdo mendim. Po nëse të dhem ikja, preferoj ma mirë dhimbjet e ikjes se peshën e tepris të dikush. Si është kjo peshë? Atëherë kur u kërkon njerëzve kohë e me të kthy atë që e u jep. Nuk lufton për dikë që i jep zemrën as për t'u sqaru, e baj, por jo atëherë kur në mes futen dilemat, unë apo dikush tjetër. Si dashuron ti? Unë dashuroj me liri. Me liri? Po. Si është kjo? Duke e lanë me zgjedh atë që du të kem.